Përshëndetje, mirë se vini te Techcast Albania. Kjo javë ka qenë shumë interesante sepse kemi parë impaktin e mos uljeve të normave dhe interesit nga Kevin Warsh, kuratori i ri i Bankës Qendrore Amerikane. Më pas kemi parë dhe situatën të SBA-s dhe Iranit të ndërlikuar prap me negociatat të ndaluar dhe kjo ka sjellur prap një ndikim të tregu i naftës që për mendimin tim ka qenë kyçi i tregu tani dhe ku është fokusi i tregtarëve. Një treg që ka vazhduar le themi të surprizojë tregtarët, ka vazhduar të bëjë ca manipulime dhe do t'i analizojmë më pas analizës makroekonomike se si ka ndikuar te grafikat për tregjet e aksioneve, kriptos, forexit dhe më pas do analizojmë dhe tregjen e madhërave, përfshim këtu dhe floririn, naftën dhe metalet e tjera. Për mendimin tim, që mos ta zgjash shumë këtë pjesë makroekonomike, në që nuk kam Kleon dhe nuk kam antarët e tjerë, pjesëtarët e tjerë të podcastit sot, do të thoj që ka qenë jo surprizë që nuk ka bërë ndryshime në numër të interesit Kevin Warsh, por ka qenë surpriza më shumë ka qenë që ai ka lënë ndyrët e hapur për uljen, për rritjen e normave të interesit në të ardhmen, sepse po që inflacioni rritet, ai ka vënë si prioritet të parë normalizimin e inflacionit duke rritur normat e interesit. Për situatën SBA Iran, pam javën e kaluar që Trumpi doli dhe foli për negociatat, që ai mendonte që do bësh një marrëveshje finale dhe do zgjidhte këtë problem që ka ndikuar jo vetëm tregun e naftës, për të gjithë tregjet globale dhe çdo shtet në botë, sepse ka ndaluar çrregullimin e naftës në atë zonë. Negociatat fillestare kanë qenë mirë, pam dhe një ndryshim në ndërhyrjen e SBA-s në stradin e Hormuzit dhe solli një shenjë pozitive për tregjet. Më pas filloi prap lufta dhe disa situata të ndryshme me Izraelin dhe Lebanonin dhe më pas Irani u përfshi aty dhe krijoi këtë situatë prap që nuk vazhdon negociatat dhe nuk u bërë as takimin në Zvicër midis profesorit të Iranit dhe zëvendës presidentin të SBA-s. Kjo ka qenë situata, do të thojë që gjatë fundjavës të kaluar pam gjithashtu ngjujtje dhe situata që ka sjellë themi përkeqësimin e luftës dhe tensionet në rajonin ose atë zonë atje. Çmimi i naftës ka qenë fokusi dhe vazhdon në temi të bëj disa lëvizje të çuditshme, por për mendimin tim edhe nafta nuk ka qenë dhe aq shumë e rëndësishme, sepse kemi parë një treg të fryrë në përgjithësi. Tregu aksione ka qenë i fryrë jashtëzakonisht shumë. Tregu i goldit po ashtu pati atë shpërthimin e vitit kaluar që ka lënë atë pasoje. Dhe po shikojmë tani ngadalësimin e tregjeve dhe shitjeve graduale. Unë mendoj që tregu do rishikohet tani me vendimin e Kevin Warsh që mos të ulë normët e interesit dhe me fjalët që ai ka thënë, dhe kështu që çmimet të aksioneve kryesore do ndikohen dhe do modifikohen. Java kaluar ka përfituar tregu me rotacione që janë krijuar. Pam rritje jashtëzakonisht të mira në tregun e teknologjisë, më pas kapitali ka lëvizur te sektorët e tjera si shëndetësia, që ne kemi trajtuar në Discordin ton privat, dhe në disa industri të tjera që mbahen si mbrojtës kapitalin dhe jo tregje dhe sektor të rrezikshëm si tregu teknologjisë apo kripto.
Ka që për sot në anën makroekonomike, nuk duhet të muloja le të themi në detaj këtë pjesë, sepse nuk ka nevojë për momentin që të mulohet në detaj. Kur të bëhem pjesë dhe pjesëtarët e tjerë të podcastit, do ta mulojmë në detaje, diskutojmë ndoshta dhe mendimet e atyre për situatën, por për sot po lej këtu dhe po vazhdojmë me segmentin tjetër të programit ton, që është analiza teknikale të aksioneve. Fillojmë këtu me indekset kryesore dhe më pas lëvizim dhe bëjmë analizë të kriptos dhe forexit. Atëherë po shikoni grafikën time që unë ndaj çdo ditë me antarët e Discordit, është grafika e S&P 500 SPY, është ETF i S&P 500. Po shikoni këtu që kemi vizatuar që ka pasur një head and shoulders, një formim në dy kokë, në dy shpatulla dhe është thyer zona strukturale këtu. Dhe t'rregoj tani shumë shpejt, kjo zonë ka qenë kyçi. Kjo thyrja te zona 741 te SPY ishte një zonë shumë e rëndësishme dhe më pas pam një ulje më thellë. Zona 1 dhe 2 janë kapur këtu. Tani jemi në zonën 1 dhe 2 prap në ritestim pas lëvizjes për lart në mezin e qershorit dhe mendoj tani që mund të shkojmë deri te 700 699. Kjo është këtë parashikim kam unë tani për tregun dhe jemi akoma risk on, që po marrim rrezikun përsipër, por për momentin kemi një treg që ka dip dhe duhet të shikojmë se ku do bëj rotacionet tregu i aksioneve. Dhe mulojmë pak në gjatë podcastit, por më shumë e mulojmë në grupin tonë të Discordit. Kjo është gjendja e S&P 500, nuk shikojmë ndonjë gjë tjetër këtu, veç se do vazhdoj për poshtë, edhe pse ka bërë ca blerje për lart të premten, mendoj që do vazhdoj për poshtë. QQQ-ja që është Nasdaq 100-ja, kjo përfshin më shumë aksionet teknologjike. Po shikoni këtu që akoma nuk ka thyer strukturat dhe është gati për të thyer zonën 0.236 të Fibonacci dhe mendoj që më shkoj deri te 0.38, ndoshta dhe 0.5. Këto janë dy zona që u shikoj. Kjo thyret e zonës të mesme këtu ka qenë kyçi për një lëvizje për lart. Këtu jemi pozicionuar ne dhe kemi vazhduar të pozicionohemi dhe të mbajmë trajtimet pozitive në anën e teknologjisë dhe asetet më market cap më të lartë. Mendimi im është që do thyet kjo, dhe po nuk u thy, atëre do na bëjnë ndonjë bounce dhe duhet të rishikojmë kur të rithyet struktura, të marrë një harkim për lart. Kjo mund të ndodhi në datën 15 të muajit tjetër, i bin që kemi 2-3 javë kohë që do bëj lëvizje për lart, lëvizje për poshtë, lëvizje për lart, lëvizje për poshtë për bërë këtë gjë, ose shkojmë për poshtë dhe pastaj kemi një periudhë më gjatë që është gjithë vera deri te shtatori, që tregu mund të jetë në një fazë në ulje dhe një fazë që do riakumulohet avash avash për një ringjallje në fund të gushtit, ndoshta fillim të shtatorit. Këto dy parashikime shikoj unë te Nasdaqu, te Russell 2000 që është sektor indeksi me 200 kompanitë me market cap më të vogël, vazhdon rritja, por duhet studiojmë si do reagoj në testim të kësaj zone diku te 290 këto ditë të ardhshme. Mendoj që është okay, RSI-ja ka gjetur support në disa herë dhe vazhdon të rritet. Çdo gjë pozitive. Kur shikojmë gjithë sektoret kryesor, shikoni sektorin e teknologjisë, konsolidim, sektori financës që ne na ka hequr shumë mirë me një në aksionet që jemi pozicionuar që është Citibank ose Citigroup.
vazhdon të eci mirë, vetëm të premten dhe të njëjtën dhe të premten patëm pak ulje të i aksion, dhe tani vazhdon, mendoj me një bounce dhe mund vazhdojmë për lart. Sektorët e tjerë që na kanë pëlqyer dhe ne jemi pozicionuar me dy aksione është shëndetësia. Unë kam bler Bayer, disa nga anëtarët e tjerë kanë bler Moderna, unë kam bler Bayer dhe INNV, që do t'ju tregoj tani mbas analizës të përgjithshme të tregjive të aksioneve. Sektorët e tjerë kemi real estate, që duket okay të premten, por nuk më pëlqen formimi, materialet bazike kanë rënë, ose janë në konsolidim më shumë, do të shikojmë këto mbas thyrjes të zonave kryesore që do të thoya do ishte 51.8, është një zonë që unë po shikoj me kujdes, dhe sektori i energjisë që mund të ringjallet sepse nafta ka rënë dhe për mendimin tim i duhet një rritje të mesatarja që mund vi deri këtu ose deri këtu. Njëra këto dy zonat, pastaj do shikohet se si do strukturohet. Do shkoj për lart apo do bëjmë lower lows. Por një lëvizje deri te 56 nga 54 është me probabilitet të lartë te XLI. Kaq kisha për tregun e aksioneve, por do të bëja pak edhe një zbërthim, një analizë ose më shumë shpjegim portofolit tim të aksioneve që është vetëm portofol që unë kam pozicione të hapura. Kam CEN që është Citigroup në sektorin financiar, jemi pozicionuar tek zona 126, jemi tani do të jemi 1.4 dhe tani 1.4.5 rëja, rrezikoj $100 për fituar $400 apo $1.000 për fituar $4.000. Jemi goxha mirë te kjo. Kemi Robinhoodin që pati një ulje gjatë javës me gjithë sektorin teknologjik, por të premten më duket shumë pozitiv këtu. Ne jemi pozicionuar që 85, jemi mirë, do ishim dhe më mirë për që të qëndronte këtu lart, por është një ulje normale që prit në treg dhe shikojmë tani se si do na hapet java kaluar, do na shkoj për lart apo jo, si do manavroj tregu, diçka për të parë në hapje të hënën dhe më pas gjatë javës tjetër. INNV-ja ka qenë një super tregtim i përzgjedhur dhe i gjetur nga një nga anëtarët e tjerë të Discordit, më pëlqente shumë dhe u pozicionova dhe vet, dhe po shikoni tani vet këtu që jemi 1.6.8, kemi rrezikuar $1.000 për fituar $6.800 për një periudhë, tani 2 javë, 18 ditë, pak a shumë 18 ditë, 3 javë. Një periudhë shumë të shkurtër për të realizuar, le themi, 6 fishe me kapitalin që ne kemi rrezikuar. Kemi Darden Restaurant, vazhdon rritjen një farë konsolidimi këtu për momentin me rotacion që po bëhen dhe shpresojmë që të vazhdoj ritmin me këtë rritje të premten dhe blerje këtu. SoFi vazhdon të jetë i vetmi aksion që është te zona që ne kemi bler, pak profit, por jo le themi me një trend të qartë për në rritje. Për mendimin tim po bëhet dhe më i mirë SoFi. Ne kemi bler pak herë të komuniteti në Discord, kemi bler diku këtu te 16.7 dhe mendoj që tani po konsolidohet përpara se të bëj një shpërthim final për të bëj një higher high. Gjithkohës tani kemi pasur lower high, lower high, lower high. Tani jemi shumë afër për krijuar një higher high që thyn këtë zonë dhe këtë zonë. Ose na kap këtu, ulet pak, vazhdon dhe thyn të dy zonat me dy faza. Bayer vazhdon të jetë shumë i mirë si aksion, një surprizë të njëjtën me këtë rritje 16% dhe që na ka dhënë tani mundësinë që ne të realizojmë
1.6.3 shumë mirë. Prap ku shikoni këtu 1.6, 1.6, 1.3, 1.4 që kemi këto aksionet fantastike, lëvizje shumë të mira këto kohë të fundit me rotacione që janë bërë. Ne jemi munduar të tektojmë vetëm rotacionet nga teknologjia te sektor të tjerë që kanë bëjmë me financën, këto dy të parat, edhe Sofa ka me financën, shëndetësia dhe Home Depot ka të bëjmë me produktet bazike. Consumer staples. E ku keni këtu 1.3 HD-ja për 3 ditë. Kemi tregtuar të martën dhe ka vazhduar 1.3. Për tregjet e tjera nuk kam shumë analizë për tregun britanik dhe tregun francez dhe europian. Vazhdojnë të keni këto ulje, po shikojmë me kujdes, patëm një ulje shumë të shpejtë dhe të papritur në tregun japonez dhe tregun korean, por në përgjithësi ka qenë në rritje dhe i duhet një ulje, dhe është normale. Po le me kaq segmentin e aksioneve, për më shumë ju ftoj që të bëni pjesë e Discordit që kemi ne. Është një grup privat me pagesë. Keni linku më poshtë e përshkrimi i videos, mund të bëni dhe një javë falas për grupin Market Insights, që është analizat që unë bëj çdo ditë, jo sinjale, por analizat që unë bëj çdo ditë. Dhe për ju që doni që të shikoni dhe çfarë blej unë në 3 portafole që ne ndajmë te Discordi, mund na shkruani një mesazh privat në Telegram ose në media sociale tona dhe mund të leni një takim me mu ose me një nga anëtarët e tjerë që do t'ju orientoj se si të bëni pjesë e komunitetit privat që shikoni çdo lëvizje që bëj unë për 3 portafole që ne ndajmë me publikun. Okej. Vazhdojmë tani me analizën e kriptos. Mbas aksioneve gjithmonë bëjmë kripton, do bëjmë tani analizën e Bitcoinit dhe do shikojmë si është gjendja me kripton. Unë kam thënë në live që kam bërë javën e kaluar dhe këto 2-3 javë që unë mendoj që kripto mbas uljes të shpejtë dhe të thellë i duhej një konsolidim. Blerja e parë nuk ja vlente, vazhdoi prapë për poshtë, ritestoi këtë zonë pak më thellë. Tani po bën një bullish divergence kur RSI bën një higher high dhe çmimi bën një lower low që ka krijuar tani. Probabiliteti anon që kjo duhet bëj tani një rritje mbas konsolidimit, por kur shikon afatgjatë situatën e kriptos, shikon grafikat mujore, nuk duket shenjë pozitive dhe nuk duket si u tregu do normalizohet direkt. Ndoshta ky muj mbyllet negativisht, negativ dhe jemi le të themi minus, dhe muj tjetër fillon të rritet, por ja kam frikën që mund të rritet pak mujin tjetër për 2 javët e para dhe 2 javën tjetër 2 javën e fundit bën ulje dhe shkon le të themi në nivele dhe më të ulta. Niveli tjetër që unë shikoj këtu është 54 deri te 49 dhe ishte le të themi një lëvizje që mendoj prapë që do blihet agresiv nga tregtarët, por nuk është që për mendimin tim ja vlen ndërsa sa të stabilizohet tregu. Ja ku e keni tani, unë për vete nuk e kam bler, e kam shitur që dalën 15 Bitcoinin me gjithë kriptot e tjera dhe nuk kam bler dhe as nuk kam tregtuar shortin në këtë val, nuk më pëlqente dhe nuk ka qenë me kriteret e mia. Ethereum si Bitcoini, një farë konsolidimi mbas uljes, bullish divergence, shenjë që mund na bëjë ndonjë lëvizje bullish, dhe do shikoja thyrën e kësaj vizës trendit në rënje. Ju tregoj tani. Thyrës e kësaj vizës që mund të bëjë që të thyet diku te 1635, varet se ku gjen supportin, mund të dhe më poshtë, por kjo viza trendit në rënje është kyçi se si do dhe se kur do ketë një lëvizje bullish
Ethereum dhe ndoshta dhe altcoins të tjera. Mendoj të lej me kaq për kripton sepse nuk ka asgjë tjetër këtu për të shtuar, nuk ka ndonjë lajm apo ndonjë ngjarje që unë mendoj ja vlen. Mendoj që do ta lej sa të konsolidohet dhe të gjej fundin kjo ulje dhe pastaj do pozicionohem prapë për long, për të kapur ndonjë val të mirë, të fitojmë diku te 50-60%. Okej, segmenti fundit i podcastit është segmenti i madrave dhe forexit. Unë filloj gjithmonë me analizën e dollarit. Do ju tregoj tani dollarin me indeksin e dollarit. Dollari vazhdon këtë rritje dhe ka qenë një nga arsyet kryesore pse kemi parë ulje në kripto dhe ulje në tregjet e tjera si aksionet dhe floriri. Dollari po fuqizohet, duket i fort, por i duhet një dip, ndoshta këtë javë, deri te 100.48. Unë mendoj që mund të bëjë ndonjë dip. Ja vlen që të shikoni këtë mundësi sepse edhe RSI është shumë e blerë. Kemi thurur barierën e 100-shes që ka testuar 1 herë, 2 herë, 3 herë, 4, 5, 6 dhe ka thyrë atë zonë. Dhe ndoshta kjo është probabiliteti i lartë që teston prapë këtë zonë dhe merr vendimin këtu prapë te 100-she. Këtë po shikoj unë për situatën e dollarit. Do të thotë që euro dhe poundi javën që do vi do jetë në rritje. Tjetër do mulojmë floririn. Ka qenë në ulje, ka hëngë tani 1% të madhe të fitimeve që janë realizuar që në nëntor të vitit kaluar. Jemi që në tetor të 2025-s, që ka dhënë këto fitime dhe më pasi ka hëngë. Shikoj një shenjë pozitive që po bëhet një bullish divergence, prap si Bitcoin dhe Ethereum, por do të pa me kujdes konfirmimet. Kemi një bullish divergence, kemi një vizë trendi këtu te kjo zona, dhe kemi një vizë trendi tjetër që është këtu. Këto dy vizat duhet që të shikoj se si do reagojnë dhe më pas do filloj që të pozicionohen. E di që shumë tregtar mundohen të kapin bottom, unë nuk e shikoj si interesante këtë moment këtu. E shikoj shumë të rrezikshëm, sepse mund të rritet pak dhe pastaj vazhdon për poshtë. Unë do shikoj se si do reagoj këtu, çfarë shenjë do na japi dhe pastaj të mendojmë për ndonjë pozicionim. Mallet e tjerë kemi metalet, kemi kopër që po rritet tani sepse pati një ulje 2-3 ditë që ndikoi shumë te tregjet, po rritet pak. Kemi nikel që është në rritje pak të premten, mbas një shitje të madhe. Këto materiale bazike që përdoren dhe tregu i materiale bazike ka pas një rënje. Edhe kemi naftën që ka rënë shumë mbas lajmeve pozitive dhe do të thoj që vazhdoj që unë të jem short only, only short e ka vletur dhe kjo thyre këtu e strukturës e ka vletur për një short, por logjika çon që do të shkoj prapë të çmimi mesatar diku te kjo zona këto. Këta po shikojmë për US oil. Këta po shikoj unë të paktën. Të tjera, shikojmë ndonjë tjetër që ndoshta ja vlen, jo, nuk ka ndonjë analizë tjetër që ja vlen për momentin. Dhe do të thoj që për më shumë informacione, analizat të detajume, jo vetëm grafikat që po i bëj tani, po dhe analizat e tjera të detajume, statistika, informacione që ja vlen që ju të merrni informacione për tregun dhe vendime të zgjuara për tregun, bëni pjesë e Discordit, linkun e keni më poshtë për shikimi videos dhe shihemi atje. Keni një javë falës te andarësimi Market Insights. Andarësimi që është executioners për vendimarrjen tonë është i rezervuar
vetëm për ato që kanë bërë trajnimin e sistemit dhe strategjisë tonë për bërë trajnimin dhe për pas më shumë informacione për atë trajnim, mund na kontaktoni privat, të lejnë një takim me mu dhe bëjmë një video call 10-20 minuta që ju shpjegoj se çfarë merrni ju në atë trajnim. Për momentin jemi duke mbledhur një grup me 10 persona që do bën pjesë e trajnimit që unë do bëj vetë dhe jo vetëm me video, dhe do keni dhe mentorship 3 muaj me WhatsApp mena grupit, por dhe një që ju të bëni tregtar fillimprues sa më shpejt. Atëherë kaq kisha për sot, ju falenderoj që keni ndjekur deri tani dhe shihemi javës tjetër.